e marrëdhënies me politikën partitokratike të re, Fatos Nano ishte një person që jo vetëm kishte njohuri teorike, dy ishin eksponentët më të artikuluar në jetën publike dhe hapësirën shqiptare të viteve 91-94, që përkatësisht ishin të ndarë në dy kampe të ndryshme. Ishte Gramos Pashko nga Partia Demokratike, i cili kishte padyshim një kulturë tjetër, pavarësisht se nuk përkonte me vizionin e shumicës së shoqërisë dhe të palëve politike, të ishte edhe Fatos Nano. Ata ishin natyrisht në tipologji të ndryshme të artikulimit, por edhe të formimit teorik të tyre. Fatos Nano e kishte zotërimin e ekonomisë politike dhe për shkak të përvojës formuese që kishte pasur si student, si profesor, të cilat i kishte ndjekur karrierat ose më saktë nivelet e formimit prej profesori në të gjitha rrafshet. Duke ardhur nga Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, duke qenë dhe pedagog aty, por nga ana tjetër edhe duke qenë pjesë e laboratorit le të themi dogmatizues që atëherë ishte Shkolla e Partisë që quhej, apo Instituti i Studimeve Marksiste-Leniniste. Të gjitha këto e bën atë si një person atipik që i lexonte tekstet e asaj kohe në mënyrë kritike, tek ato tekste. Dhe kjo reflektoi në nivelet e ngushta shoqërore që zotronte. Ai determinonte bisedat në tryez për shkak të erudicionit, për shkak të kulturës, për shkak të zotërimit që kishte në rrafshin gjuhësor. Ai fliste më shumë se 6 gjuhë dhe të gjitha i përdorte për kulturimin e vet. Por natyrisht kjo është pjesa që lidhet me individin Fatos Nano. Jo domosdoshmërisht ne duhet ta mbajmë lëvdimin e tij për konvertimin e këtij kapaciteti dhe kësaj aftësie individuale në një vlerë publike dhe në një vlerë shërbyese për publiken, për shoqërinë. Dhe këtu rrafshi kritik bëhet edhe më i thukët, e kam fjalën për dy elemente. Në shumicën e rasteve, njerëzit vinin re se ai ishte një kryeministër jo protokollar në kuptimin që nuk respektonte oraret, që parasheh një burokraci tradicionale dhe institucionale. Pse? Sepse në rastin konkret ai kishte edhe ato që unë e quaj kulturën e shpërfilljes në mjaft raste. Dhe kjo ishte dëmtuar, e dëmtoi në imazh. Ku ti edhe ke qenë prezent? Po, shiko, unë në të periudhën kam qenë në Gjirokastër, isha reporter nga Gjirokastra dhe kryeja 2 funksione, reporterin e seksionit shqip të BBC-s dhe kam 2 kujtime të bukura, një që është kontakti në burgun e Bënçës, në atëre botuam një intervistë me të cilën nuk e bëri autoriale për shkak të rrethanave të burgut, por e publikohan gjithë të përditshmet kombëtare të Shqipërisë, koha jonë që ishte më e rëndësishme. Atëherë unë isha dhe drejtuesi i gazetës rajonale Java në qytetin e Gjirokastrës dhe punoja edhe për BBC-n. Dhe takimin e dytë e kam pasur po në Gjirokastër kur ai doli nga burgu dhe u erdhi në vizitën e parë në cilësinë e kryeministrit të 97 se bëri në qytetin e Gjirokastrës, në barin e famshëm ku mblidheshin gazetarët e Gjirokastrës dhe të rajonit, kërkoi një takim specifik me reporterët e Gjirokastrës. Madje ka një batutë bukur cilën unë e kam përdorur edhe në leksione, se duke i krijuar një përshtypje zhgënjyese shtatlartësia ime, për shkak të zërit që kishte dëgjuar në radio, tha, unë të kam menduar 2 metra, tha, po të hiqen nge. Edhe unë ju përgjigja që edhe shtatlartësia juaj nuk ka diferencë të madhe nga shtatlartësia ime. Nuk e paske kursyer. Dhe kjo ka qenë. Pastaj padyshim që kam pas takime në Tiranë, në cilësinë se unë atëherë drejtoja disa nga mediat më të rëndësishme, kryesisht informative, si ishte televizioni koha jonë e tjerë. Dhe këto ishin mundësi që të shihnim diferencën dhe si e strukturonte vetveten. Ne ishim media kritike në atë kohë, dhe duhet ta them këtë gjë. I pranonte zërat kundër apo ata që tentonin të gjenin në çdo punë të tij atë të medh që nuk shkonte? Kishte mënyrën e vet të pranimit dhe të refuzimit. Kur kritika ndaj tij ishte bazuar mbi të vërtetën, ai gjente një mënyrë që mos t'i dhuronte antagonizëm dhe konflikt medias apo reporterit.